Lëvizja Socialiste për Integrim organizoi një takim në fshatin Trevllazër, ku prezantuan dhe kandidatët për deputet të qarkut Vlorë. Të pranishëm në këtë takim të organizuar nga ish-kreu i PD Vlorë, Mojsi Meminaj, i cili është bashkuar së fundmi me LSI, ishin dhe kryetari i Kuvendit Zoti Ilir Meta, kryesuesi i listës së LSI në qarkun e Vlorës profesor Shezai Rokaj, kandidatët e LSI për qarkun e Vlorës Enada Koçiraj e Flamur Çelaj, qytetarë, simpatizantë të tjerë. Në fjalën e tij Meminaj u ka kërkuar banorëve të Trevllazrit të bashkohen me LSI për një shans të ri. Dua të falenderoj një herësh të gjithë demokratët dhe qytetarët që më kanë mbështetur ndër vite dhe më kanë votuar në kohë të vështira, të më bashkohen për një shans të ri për të gjithë ne, duke ju bashkuar LSI-s për të përmbushur objektivat e prera në mes. Bashkarisht kemi ndërmarrë një sër investimesh në Trevllazër, jeni koshient dhe bashkarisht do të vazhdojmë për investime të tjera. Të sigurt për një drejtim të ri dhe një shans për të gjithë përfshirë dhe Trevllazrin. Profesor Shezai Rokaj, përpara banorëve të Trevllazrit, tha se forca që bën ato për të cilat kanë nevojë qytetarët, quhet LSI. Forca që bën atë për cilën kanë nevojë qytetarët quhet Lëvizja Socialiste për Integrim. Sepse qytetarët nuk kanë durim të dëgjojnë se si përleshen në ekranet televizorës qeveritarët, ata cilët i kanë të gjitha kushtet. Populli do gjërat e thjeshta. Ju e thatë me dy fjalë, ujë dhe rrugë. Për kandidatin Flamur Çela, Trevllazri është fshati i unitetit dhe fisnikërisë, prandaj dhe në këtë betejë do të jenë të gjithë bashkë. Ajo që di unë për Trevllazrin është se është një nga fshatrat më të mirë të Vlorës. Ajo që di unë për Trevllazrin është se ka njerëz fisnik dhe që janë në unitet me njëri tjetrin. Ajo që unë di për Trevllazrin tashmë është se ka një lider. Mojsiu, nga historia, është ai që mori popullin e Izraelit dhe e çoi në një shteg drejt liris. Ju duhet të ndiqni liderin tuaj, Mojsiun. LSI ka marrë një mbështetje maksimale në Trevllazër, prandaj synimi i saj për të dalë forcë e parë është i qartë.